Mirëmbrëma, mirë se vini në ora e fundit. Ndërsa Italia ka miratuar marrëveshjen për pensionet me Shqipërinë, duke japur rrugë nisjes së zbatimit të saj. Senati italian i dha okay paktit me qeverive Rama dhe Meloni, që u njeh qytetarëve të dy vendeve kontributet e sigurimeve shoqërore në shtetet respektive. Nga kjo marrëveshje përfitojnë rreth 550.000 emigrantë shqiptarë, të cilëve u njihen për efekt pensioni vitet e punës në Itali. Miratuhet marrëveshja për njohjen e pensioneve midis Shqipërisë dhe Italisë në shtetin fqinj. Il Senato approva. Senati i Parlamentit Italian me 129 vota pro ratifikoi finalizimin e marrëveshjes midis dy vendeve në fushën e sigurimeve shoqërore. Nga kjo marrëveshje përfitojnë mbi 500.000 shtetas shqiptar që punojnë dhe jetojnë në Itali dhe rreth 4.000 shtetas italian, të cilët do të sigurojnë bashkimin e periudhave kontributive, duke bërë të mundur që asnjë vit pune të mos humbas. Shqipëria dhe Italia do të krijojnë një fond specifik që do të jap fund problemit për kontributet shoqërore për shqiptarët që jetojnë dhe punojnë në Itali, por edhe për italianët që jetojnë në vendin tonë. Përmes marrëveshjes do të mbulohen pensionet e pleqërisë, sigurimet për përfitimet nga sëmundjet, si dhe sigurimi për papunësinë për shqiptarët që jetojnë në Itali, ashtu edhe për shtetasit italian që jetojnë e punojnë në Shqipëri dhe derdhin kontributet e tyre këtu. Numri i përfituesve nga pala shqiptare sigurisht që është disa herë më i lartë, është shumë më i lartë. Marrëveshja ka disa anene, ka disa parime, ka disa elementë shumë të rëndësishëm. Më i rëndësishmi prej tyre është totalizimi ose ajo që quhet bashkimi i periudhave kontributive. Pra, në Republikën e Shqipërisë, një shtetas për të bërë lidhjen e pensionit duhet minimalisht të ketë 15 vite punë dhe 15 vite kontribute kundrejt skemës së sigurimeve shoqërore. Në rastin e Italisë kjo është më e lartë, është 20 vite. Për ta ilustruar me një shembull, nëse një shtetas shqiptar ka punuar 14 vite në Shqipëri dhe 19 vite në Itali, në mungesë të një marrëveshje, ai nuk do të përfitonte për të lidhur pensionin as në Shqipëri, as në Itali, pasi nuk ka përmbushur periudhën minimale të lidhjes së një pensioni. Në prezencë të kësaj marrëveshje bëhet bashkimi i periudhave kontributive. Që prej vitit 2005 Shqipëria ka nënshkruar një sër marrëveshjesh në fushën e sigurimeve shoqërore, ndërsa aktualisht qeveria është në proces të përparuar për marrje dakordësie për fillimin e negociatave me Francën dhe po punon për një marrëveshje edhe me Greqinë. Është shenjë shumë e mirë që ne kemi arritur që të ulemi pas shumë vitesh përpjekjesh për të bërë takime në nivel teknik, për të kuptuar nëse skemat janë të përputhshme dhe në fakt nga rezultatet e këtyre takimeve kemi dalë në konkluzionin që skemat janë të përputhshme dhe kjo patjetër që është një sinjal pozitiv që ne të fillojmë negociatat zyrtarisht edhe me shtetin grek. Mirë, për të folur për këtë ngjarje me mua në një komunikim të drejt për drejt, bashkohet gazetari i njohur Artur Nura. Artur, mirëmbrëma, faleminderit që je drejt për drejt në ABC News. Mirëmbrëma, kënaqësi. Artur, çfarë do të thotë për Shqipërinë politikisht kjo marrëveshje, pas kaq shumë kohësh, pse u arrit pikërisht tani në qeverisjen Rama Meloni? Pa dyshim duhet kujtojmë për gjithë teleshikuesit që politika njihet si arti i kompromisit. Dhe duket se ka një kompromis midis dy kryeministrave përkatës. Kompromis i cili rezulton në marrëdhënie më jep të jap, është krejt normale. Po themi, vendimi politik që mori kryeministri Rama për vendosjen e një kampi të përkohshëm për refugjatët që vinë nga Afrika drejt Italisë, një projekt i rëndësishëm politik i qeverisë Meloni, i cili kundërshtohet në vazhdimsi nga opozita e majt kryesisht italiane, është rikthim i këtij nderi në thonjza. Sigurisht debati ka qenë i ashpër, në vetëm se është votuar, se mendoni që ka 550.000 shqiptar dhe pjesa e madhe e tyre janë me të drejtë vote. Pra, e majta e ka kundërshtuar marrëveshjen Meloni Rama për refugjatët dhe nuk e ka kundërshtuar këtë marrëveshje as në dhomën e ulët, as në Senat. Në Senat, në ndërhyrje që ka bërë opozita, por dhe në parlament, në dhomën e ulët, ka folur, ka kundërshtuar marrëveshjen e refugjatëve, por nuk ka kundërshtuar këtë marrëveshje dhe e kanë aprovuar në mënyrë unanime. Është një gjë që ndodh shumë rrallë në Itali, veçanërisht. Marrëveshjet e ngjashme në Senatin italian ka edhe të tjera që kanë vite e vite që kanë ngellur aty.
Vetëm kompromisi ka bërë të mundur, kompromisi politik për Rama Meloni, ka bërë të mundur me vullnetin politik të kësaj qeverie Meloni, që ta aprovoj në Senat në mënyrë ekstravagante në thonjza po e them. Sepse edhe në Senat në unanimitet është votuar me 129 votues, nga 130 nuk tjetë arsye e 130 pse nuk ka votuar. Pra në një farë mënyre, Artur, po thoni që merit të veçantë për arritjen e kësaj marrëveshje ka pikërisht politikisht, le të themi, kryeministri Edi Rama, apo jo? Patjetër, sepse edhe nderi që i ka bërë Melonit, Meloni është votuar për të ndryshuar politikën kundrejt refugjatëve që vinë nga vendet e treta. Dhe sigurisht i ka bërë një nder, e them përsërimin e thonjza, Rama duke i dhënë një dorë për ta ndihmuar. Por Artur, mendoni Meloni po jep dorë Ramës për të votuar Rama me 11, le ta themi të vërtetën, pse ta veshim me doreza. Po jep një dorë Ramës për të votuar në 11 maj. Pra po i kthen nderin, po bën kompromisin politik, këto janë të njëjta. Rama është mjeshtër i këtyre gjërave. Dhe ja rezultati. Ku t'i gjesh këto kompromise kur në fakt shkojnë edhe në favor të qytetarëve shqiptar? Shkojnë në favor, se unë dëgjova zëvendësministrin e financës që foli për marrëveshjen si përfitojnë palët. Por asnjëri nuk flet për njerëzit që kanë vdekur dhe nuk kanë përfituar. Por, Artur, janë dhjetra që kanë vdekur. Mendoni se kjo marrëveshje, e cila u votua sot nga Senati në Itali, ku siç dihet është një numër i madh shqiptarësh që jetojnë dhe punojnë aty, do i paraprin një tjetër marrëveshje të ngjashme si kjo mes kryeministrit Rama dhe Athinës zyrtare, ku dhe aty është po ashtu një numër i lartë shqiptarësh? Jo, këtu kam dyshimet e mia, sepse edhe situata e qeverisë Mitsotakis për shkak të protestave masive sot, gjithashtu parlamenti opozita ka dërguar një mocion mosbesimi për kryeministrin grek, për qeverinë. Është e vështirë një gjë e tillë me Greqinë, edhe për arsye të tjera, sepse marrëdhëniet Shqipëri-Greqi janë më komplekse se sa marrëdhëniet Itali-Shqipëri. Marrëdhëniet Itali-Shqipëri janë si të vjetrat, edhe këto modernet janë shumë optimale se sa marrëdhëniet Shqipëri-Greqi. Kështu që unë besoj që Rama sigurisht do kërkoj të krijoj një marrëdhënie, se po e bën dhe zoti Berisha me Athinën. Athina është e rëndësishme, nëse kemi 550.000 shqiptarë në Itali, mendohet që janë mbi 700-750.000 shqiptarë në Greqi, pra është, ju e dini, keni bërë transmetime të vazhdueshme mbi votën e emigrantëve. Por gjithsesi, Artur, le të shpresojmë që një gjë e tillë do ndodhë edhe me Athinën zyrtare, kur, mos thuaj kur. Artur Nura, të falenderoj. Janë kontributet të dhëna që kthehen mbrapsht, nuk janë falur. Artur Nura, ishte kënaqësi që ishit me mua në këtë komunikim të drejtë për drejtë. Mbi 233.000 shqiptarëve nga jashtvendit u është pranuar nga Komisioni Qendror Zgjedhor aplikimi për të marrë pjesë në zgjedhjet e 11 majit, ndërsa janë në proces shurtimi mbi 18.000 kërkesa. Numri më i madh i emigrantëve të regjistruar në zgjedhje është nga Greqia dhe Italia, ndërsa sipas qarqeve në Shqipëri, më shumë vota nga diaspora do shkojnë në Tiranë dhe Fier. Pasi arriti koalicionin më kaotik me shtrirje nga grekët e Çamët, nga gjuzit e Jenisheriet e Kostaj Papa, Berisha po prezanton programin ekonomik, premton atë që e quajnë Shqipëria madhështore, por përtej koalicionit gjigant me 26 parti, shumica pa identitet e elektorat, asgjë tjetër nuk duket e madhe në këtë grupim. Por Kujtim Gjuzi, njëri nga ata që Berisha ka mbledhur rreth vetes, e quan koalicionin e tij Fair West i 26 sherifëve opozitar. Secilit prej tyre i bën skanerin, Vangel Dulen e bën Çam, ndërsa Kostaj Papën e femrave dhe uiskit, avokat me famë ndërkombëtare. Dekoratën më të madhe Gjuzi ja jep Sali Berishës, që e quan Skënderbeu i dytë i shqiptarëve. Apeli i posaçëm do të shurtojë në 11 mars kërkesën e kryebashkiakut Erion Veliaj për lirimin nga qelia. Vendimi ndërkohë i takon gjyqtarit Engert Pëllumbi. Në veçanti arrestuari përballet me akuzën e tentativës për vrasje në seri dhe armbajtje pa leje, një sherr me thika,
ka ndodhur në zonën e Vardës të Greqisë mes dy vëllezërve shqiptar dhe një bashkëdhetarit të tyre. Shkak është bërë një borxh i pashtruar nga dy vëllezërit, të cilët kanë mbetur të plagosur dhe një prej tyre është në gjendje kritike. Vëllezërit janë të moshave 37 dhe 41 vjeç dhe kanë marrë plagë të shumta në shpinë. Përleshja ka ndodhur në shtëpinë e dy vëllezërve ku bashkëdhetari i tyre kishte shkuar të merrte borxhin. Autoritetet kanë arrestuar autorin, një shqiptar 46 vjeçar. Ai përballet me akuzën e vrasjes me dashje në tentativë dhe armbajtje pa leje. Mirë, me mua në një komunikim të drejt për drejt bashkohet gazetari i njohur Edmond Guri, drejt për drejt nga Athina. Edmond, mirëmbrëma, faleminderit që je drejt për drejt në ora e fundit. Mirëmbrëma nga Athina. Sot opozita në Greqi ka dorëzuar një mocion vot besimi në parlament për qeverinë greke në saj edhe të protestave masive që janë zhvilluar atje. Por çfarë debatesh po bëhen? Besoj se seanca parlamentare vijon edhe në këto momente. Çfarë debatesh po zhvillohen në parlament? Kur pritet që të votohet ky mocion vot besimi dhe çfarë reagimi ka patur në fakt kryeministri grek Mitsotakis? Të paktën politikisht ndjet një pozitë pak të këndshme kryeministri i Greqisë Kyriakos Mitsotakis për të faktin sepse forcat e majta në Greqi më në fund pas shumë vitesh, probleme shumë serioze brenda tyre, kanë gjetur gjuhën dhe kanë kërkuar një mocion mosbesimi ndaj qeverisë Mitsotakis, i cili mocion është planuar ditën e sotme dhe nuk ka humbur kohë nga ana tjetër edhe vetë kryeministri Mitsotakis, i cili ka planuar këtë sfidë politike, duke filluar ditën e sotme debatin politik brenda kuvendit të Greqisë në parlament, që nga ora 7 e pasdites dhe varion edhe në këtë moment që flasim, vazhdon debati i cili është në tone shumë të ashpra, me akuza shumë të rënda nga dy palët, të cilat akuzojnë një tjetrën me temë kryesore, çështjen e aksidentit tragjik të Tembit, që politikisht duket që qeveria Mitsotakis mundohet ta mbajë dhe të mbrohet me mënyrën e saj, por në këtë kontekst kanë kthehemi në kundërshti popullin, i cili arrin në 80%, si rrallë herën përpara, vazhdon të jetë shumë e lartë përqindja e qytetarëve të cilët janë të bindur dhe mendojnë që qeveria nuk ka bërë aq sa duhet për çështjen për zbardhjen e kësaj ngjarje tragjike dhe jo vetëm kaq, por ka tentuar të fshehë dhe të pengojë hetimet që janë për të ngjarje. Nga ana tjetër, akuzat që ngrihen nga opozita janë vështirësi dhe pengesat që Demokracia e Re, kryesisht deputetët e Demokracisë së Re nuk kanë rënë dakord dhe ministrat e kabinetit qytetar, të cilët të jenë bashkëpunues me drejtsinë apo dhe me politikën për zbardhjen e kësaj dinamike e cila fatkeqësisht i kushton 57 qytetarëve, por më e keqja është që 2 vjet mbas kësaj tragjedie askush nuk është akuzuar dhe nuk duket që kjo do të marrë rrugë shumë shpejt dhe nuk duket që drejtësia të vendoset më shpejt. Njëkohësisht, ditën e sotme, krejt papritur, organizatat, shoqatat dhe sindikatat kanë kërkuar fillimin e një proteste para parlamentit, e cila dhe sot kanë mbledhur shumë njerëz, pra në befasi të parashikimeve që ishin bërë, ka shumë njerëz dhe ka patur dhe protesta të zhvilluara me tension, me molotov apo me përleshje dhe me gur midis forcave të policisë dhe protestuesve. Edmond, në këto momente që ne po flasim, këtu në Shqipëri ora shënon 23-22 minuta, ndërkohë që Greqia është një orë para nesh, ka kaluar mesnata. Po, tashmë ka kaluar mesnata, debatet në kuvendin grek vijojnë ende me akuzat të ashpra. Kur pritet të përfundoj kjo seancë parlamentare dhe çfarë pritet në përfundim? Pritet që të votohet ky mocion vot besimi? Çfarë ndodh më pas? Rregullore e tradita e ka që të zgjaset 3 ditë. Pra, ditën e premte do të kemi kulmimin e gjithë debatit politik dhe diskutimin në parlament me akuzat dhe kundrakuzat dhe me pozicionimet të dy krave dhe në ditën e premte pritet të vendoset. Siç kemi thënë dhe në
takimet tona të mëhershme, është shumë e vështirë që për momentin qeveria Mitsotakis të bëjë, për vetë fakti sepse ka shumicën në parlament dhe e majta nuk është ende në nivelin e duhur për të ushtruar presionin mjaftueshëm. Ajo që duket që është një element i ri në këtë zhvillim është fakti që me sa duket populli grek po i rikthehet impulsivitetit të dikushëm, dinamikës të dikushme që nuk është gjë tjetër veç se protestat dhe këmbgulja për më shumë drejtësi dhe për mirëqenie dhe plotësimin e kërkesave për përmirësimin e cilësisë së jetës. Në këtë rast kemi të bëjmë me drejtësinë që është pjesa tjetër e kësaj shoqërie që është në pikën më të ulët historike të saj në Greqi. Pra nuk unë të pakën dhe shumë prej nesh që ndjekim zhvillimin në Greqi, nuk është konstatuar asnjëherë që të ketë kaq e ulët prestigji apo mbështetja e drejtësisë greke. Aktualisht bëhet fjalë për 7.8 qytetar, në 10 qytetar, 7.8 prej tyre janë mosbesues dhe nuk besojnë që do të ketë drejtësi në Greqi, apo drejtësia greke është e pavarur dhe funksionon në bazë të parimeve dhe të ligjeve në fuqi. Edmond, ju thoni që opozita aty në Greqi nuk e ka forcën për të rrëzuar kryeministrin grek Mitsotakis, por këtë forcë a e ka populli grek duke marrë shkase edhe nga protestat masive që po zhvillohen aty? Çfarë kërkojnë protestuesit nga qeveria greke? Edhe pse duke e pabesueshme deri pak ditë më parë, protesta e zhvilluar datë 28 ishte një protestë historike, një protestë ishte më e madhe në volum e zhvilluar ndonjëherë në historinë e Greqisë, edhe në të shkuar, por nuk ka pasur diçka analoge. Zhgënjimi është shumë i madh, këtu nuk bëhet fjalë thjesht për votues të majt apo simpatizantë të majt, por bëhet fjalë për qytetarë grek të gjitha ngjyrave, të gjithave besimeve apo të preferencave fytyrë politike, dhe kjo duket që ka një intensitet dhe ka një vazhdimsi, sepse duket që qeveria Mitsotakis të pakën figura më të larta të kabinetit qeveritar varion ende me një egoizëm dhe me një politikë bërje e cila jo vetëm që nuk tregon pendes apo kthehes në mënyrën dhe qasjen e tyre politike, por vazhdon të njëjtin orientim dhe drejtim siç ishte më herët, dhe gjë e cila sa vende irriton dhe më tepër qytetarët, dhe kjo duket jo vetëm te qytetarët, por tashmë edhe tek opinionistët e gazetarët apo mediat që kanë qenë mbështetës ndaj qeverisë Mitsotakis, dhe mjafton të përmendim kanalin Sky, i cili është një prej televizioneve i cili është më pro-qeveritare, por duket që edhe aty zërat kritik po shtohen dhe ndoshta mund të themi edhe tonet po rriten për faktin sepse nuk ngopen më me luk bosh. Edmond, vetë kryeministri grek Mitsotakis, si ka konsideruar këto protesta dhe mbi të gjitha si e ka konsideruar këtë mocion mosbesimit të sjellë në parlament nga opozita për rrëzimin e tij? Edhe kjo është një pyetje interesante fakti, sepse edhe pozionimi i kryeministit Mitsotakis është vërtet shumë interesant me faktin që e ka quajtur orientimet apo udhëzimet e opinionit publik si konspirative, legjenda, pra edhe ai ka pasur qasje jo të themi siç i takon një kryeministri duke ekuilibruar përgjegjësinë që ka, sepse është funksionar i një shteti dhe jo politikan i një shteti, dhe ka përgjegjësi ndaj qytetarëve. Nga ana tjetër luan me politikën kryesisht duke ju drejtuar opozitës që po e shfrytëzon këtë për të fituar politikisht. Dhe kjo duk qartë që pozionimi i kryeministit Mitsotakis ndoshta në mendimin tim apo në gjykimin e shumë të pakun gazetarëve dhe opinionistëve në Greqi, ishte kjo një arsye më tepër që sonte këtë papritur të kishte me 10 mijëra qytetarë që kanë dalë jo vetëm në sindagman në sheshin kryesor para parlamentit, por edhe në shumë qytete të Greqisë, në Salonik, Patrat e tej, gjë që siç e thash më herët i ka befasuar edhe vetë organizatorët për interesin e madh që kanë qytetarët për të qenë në shesh dhe për të mbritur edhe një herë zërin për drejtësi dhe vetëm drejtësi. Faleminderit Edmond Guri që ishe me mua në këtë komunikim të drejt për drejt në ABC News. Ndërkohë ne këtu kemi ardhur dhe në fund të këtij programi. abcnews.al është adresa jonë zyrtare në internet ku ju mund të klikoni për të lexuar të gjitha lajmet në kohë reale dhe po ashtu në kohë reale na dëgjoni në frekuencën e radios ABC 105 FM. Faleminderit që na ndoqët bashkë natën e mirë.